Pastaj me blerimin pranverën edhe Kosovën, që na ka mbetur edhe 15 minuta. Kosova në këto momente e prekëm pak më herët çështjen e raportit me partnerët strategjik, por Kosova krahas masave të Bashkimit Evropian, masa të cilat erdhën në raport me Kosovën pas veprime në veri dhe shumë zhvillime tjera që kanë patur të bëjnë në raport me situatën e me komunitetin sërbe, ka edhe çështjen e pezullimit të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përmendëm edhe më herët çështjen kështu shkallazi, por dua pak të flas se si e parashihni ju sanimin e një dëmi të tillë edhe një situate të tillë. Me që natyrisht insistimi nga ana tjetër është, sidomos nga subjekti politik në pushtet, është ndonjëherë me misht mund të kesh edhe mos pajtime, vetëm me kalimin e kohës dëshmohet se e vërteta është aty, dhe insistimi i pjesës së vetëndosur në qeveri është gjithsesi kanë shkuar në veri për të shtrirë sovranitetin dhe për të luftuar bandat kriminale, dhe në këtë segment natyrisht serioze me persona shumë serioz prej vendeve mike. Jo veç hamendësimet e mia. Situata ka qenë kësaj. Me fillimin e luftës në Ukrainë, asnjë vend serioz nuk ka desht me pas as edhe një votër të krizës çfarë do qoftë. Shumë thjesht. Gjithmonë ka ekzistuar friga që Rusia mundet me prodhu votra të reja të krizave. Duke e pas parasysh që Serbia është jashtëzakonisht shumë e ndikuar prej Rusisë, që ka agjensitë të informacionit mrena, që është tepër e ndikuar, nuk po jemi hiç me shpjegu çka, se nuk besoj që ka dikush që nuk e din. Atëherë situata në të cilën është gjend Kosova, Kurti edhe Bashkia Ndërkombëtare në vija të trasha në mënyrën më të qartë të mundshme ka qenë kjo. Dëgjo, zoti kryeministër, nëse plas një konflikt, duhem me i pru ushtarët tonë me vdek këtu. Zgjidhja numër 1. Ose mos me i pru me ju lënë vetëm, e mi hongër ju. Nuk pëdojmë mi bo as njenën, as tjetrën. Nuk pëdojmë as me ju lënë vetëm, as me na vdek ushtarët. Pik. Por mos me ndodh as njena, as tjetra. Duhesh me pas kujdes se jemi në kohën cilat nuk mundesh ti me i qëru hesapet të u fsheh prapa fuqisë jonë. Mos i qëro hesapet që tash. Nuk di qysh me spjegu ma qartë këtë punë. Edhe një herë për publikun, jo për juve. Me bo me sulmu Serbia Kosovën duhen me luftu ushtarët e NATO-s. Kush do me nënë ndryshe, ose nuk ja do të mirën Kosovës, ose është skajshëm naiv. Ata nuk kanë dasht me bo një luftë. Shumë thjesht. Nëse e kishin bot kundërtën, na e dim që shkish përfundu një luftë 1-1 mes Kosovës edhe Serbisë në veri. Për me i shmang të dyja, e kanë lutë Kurtin me pas kujdes me veprimet në veri. Kaq thjesht është. Kurti i ka testu limitet e nervave të aleatëve të NATO-s, edhe e kanë thonë troq. Është të na i testu limitet e nervave. Se nuk ka kur gjotë fshet, ja kemi tregu. Tash, pse e ka bo një gjotë tillë? Bindja ekziston në perëndim që pjesën dërmuese të veprimeve i ka pas elektorale. Absolutisht. Edhe kjo i ka shqetësu tash edhe ma tepër, se nëse i teston limitet e nervave të partnerve, edhe i bjen deri në pikën sa me rreziku procese tepër serioze, se ty po të vyjnë edhe do vota, atëherë nuk na kuptojnë hiç. Edhe sanksionet, ndërpremja dialogu strategjik, janë pasojë e kësaj që e spjegova unë, nuk ka kur farë fshehtësie tjetër aty. Qartë. Ndjejmë tutje, po. Një fjali. Po. Tashti, a i vun pasojat populli i Kosovës? Patjetër që i vun pasojat. Patjetër që i vun, se nuk ka sanksione në cilat populli nuk i vun pasojat. Po unë ju tregova troq edhe një herë, po du me përsërit, as nuk po e dojmë as njenën, as tjetrën.